Arkend, ndalemi me njëherë tek ajo që ka qenë edhe kryefjala pas zgjedhjeve, emëriot bashkë me emrat të tjerë, ka qenë si një tabelqitje nga ana e opozitës. Si ke pa këto sulme fillimisht, do ndalemi edhe te votat e tjera? Shiko Arbri, unë si një politikan i ri, edhe patjetër që në moment që u gjenda përballë këtyre sulmeve, kam qenë në vështirësi për faktin, jo vetëm unë si Arkend, po edhe familja ime, sepse u gjendëm një sulm shumë të vrullshëm, po themi, nga leadershipi i Partisë Demokratike. Dhe patjetër që këto ishin sulme të pavërteta, unë kam bërë realisht një fushat shumë të qetë, dhe nuk kam pasur asnjë sulm gjatë gjithë kohës që kam zhvilluar fushatën time elektorale, nuk kam patur asnjë incident. Dhe papritur pasi u mora një rezultat që realisht ishte shumë rezultat i mirë për mua, por edhe për Partinë Socialiste, filluam me njerë sulmet nga opozita dhe nga leadershipi i Partisë Demokratike, ku me ditë të tëra janë marrë me sulme personale ndaj emrit dhe figurës time. Arkend, si përjetoi familja, para se të futemi politikisht, si përjetuan ata? Atë po thoya që familja i ka përjetuar realisht keq, sepse u gjendën në një situatë që si kishin dëgjuar më përpara, por ne politikanët i kemi këto siklete, dhe prandaj nuk është aq e thjeshtë që t'jesh pjesë aktive e politikës, sepse mirë ne si individ, si deputet, si kandidat për deputet, deri diku i përballojmë dhe jemi mësuar me këto sulme, edhe më përpara, por familjarët erdhi si gjë e papritur dhe normalisht e kanë përjetuar deri diku keq. Nuk arrin ta besonin ato fjalë që thuheshin nga leadershipi i Partisë Demokratike në atë kohë. Por tani edhe ato gradualisht janë mësuar me këto sulme, pavarësisht se tash jemi në një periudhë të qetë, atëherë ishte fill mas daljes së rezultatit për kandidatët sidomos. Ai ishte momenti më i vështirë që ka përjetuar familja. Tani gjërat kanë shkuar aty ku duhet, nuk kemi më sulme paktën personale në emrin tim.